stage the CEO of Messe Berlin, Dr. Mario Tobias. Zotin Mario Tobias, I cili është drejtues ekzekutiv I Messa ITB Berlin. Excellencies, a very warm welcome to ITB 2025. Special warm welcome to the Prime Minister of our host country, Mr. Edi Rama. Your Excellency, it's great to have you with us. Good evening. Also, a very warm welcome to the governing mayor of Berlin, Kai Wegner. Ngrohtë për kryetarin e Bashkisë Berlinit, përshëndetje Wegner, mirëserdët. And to the federal government coordinator Dita Janicek, welcome also to tonight's conference. Koordinatorit qeverisë federale Dita Janicek. Honorable ministers, secretaries of state, members of parliament and senators, dear Senator Giffey, welcome to ITB. Mirëserdët në ITB. Julia Simpson, the President and CEO of the World Travel and Tourism Council, WTTC. Julia, it's great to have you with us on board again. Welcome. And dear Sura Pololikashvili, it's a particular special moment to have you with us as UN Tourism this year celebrates its 50th birthday, and that's quite an amazing number of years that you are shaping the world's travel and tourism industry. Welcome and congratulations to this huge milestone. Mirë se erdhët dhe përgëzime për këtë piket kaq të rëndësishme. Dear exhibitors, të nderuar pjesëmarrës në panajër, partner, miq, të ftuar, familje e ITB-s, welcome to all of you here for the opening ceremony of ITB Berlin. Për ceremoninë hapse të ITB Berlin. Kam kënaqësi absolute që gjendem sot këtu përpara jush, ndërkohë që bashkohemi për të kremtuar një tjetër edicion të ITB Berlinit. Ndërsa jemi së bashku kujtohemi për fuqinë që ka turizmi e udhtimi, që nxit shkëmbimet kulturore, forcon bashkëpunimin industrial dhe I çel rrugën transformimit. Këtu në zemër të Berlinit është e jashtëzakonshme vërtet të shohësh të gjithë komunitetin global të bashkuar në një çati, njerëz që vinë nga çdo cep I botës. Fjalë për fjalë kështu, nga çdo cep I botës vinë këtu dhe ndajnë pasionin e përbashkët e idetë që kanë për turizmin dhe industrinë e udhëtimit. Kemi kaq shumë për të pritur këto 3 ditë. Panajeri do të ketë 5800 ekspozues nga qindra vende. ITB-ja është e mbushur për plot. Kësaj do të ndjeni atë atmosferë ndërkombëtare që bën ITB një vend vërtet unik për të qenë në industrinë tonë. Mirë se erdhët secilit prej jush. ITB has always been more than just a normal trade show. Shumë më tepër se sa thjesht një panajër tregtarësh, qendra ku idetë, vizionet dhe bashkëpunimi vinë në jetë. Sidoqoftë, ndërkohë që shohim botën sot, vrejmë pasiguri kudo, krizat reja politike, luftra, ndryshim klime, sfida ekonomike që formësojnë realitetin tonë, ndërkohë që udhëheqësit politik shkatrojnë brenda javësh atë çka është ndërtuar si besim e bashkëpunim për shumë breza më parë. Këto kohëra sfiduese kanë një gjë që mbetet konstante, ndryshimi dhe përparimi, që është I mundur vetëm kur bëhemi bashkë, vetëm kur takohemi me njëri tjetrin dhe flasim me njëri tjetrin. Përjetoj besoj vërtet që turizmi ka qenë për herë e do të jetë gjithmonë diçka që hap mendjen, një forcë shtytëse e progresit global dhe e bashkëpunimit paqësor. Besojmë kësaj që është më rëndësishme sot se kur që të bashkohemi në një platformë për t'i dhënë formë në mënyrë të përbashkët të ardhmes sonë dhe Berlini me historinë e vet unike dhe ne një përvojë 60 vjeçare të ITB-s në krijimin e rrjeteve është vendi I përsosur për këtë.
Kjo më çon tek tema e këtij viti. Bota e udhëtimit jeton këtu. Askund tjetër, për bota e udhëtimit jeton këtu. ITB-ja mbledh së bashku industrinë e turizmit dhe udhëtimit, që thamë nga më shumë se 170 vende të botës për të ndarë dije, për të nxitur inovacion, për shtyrë përpara biznesit dhe për zhvilluar zgjidhje qëndrueshme për të ardhmen e udhëtimit. Në fakt në Berlin është ku bota e udhëtimit jeton. Njerëz nga mbar bota kanë ardhur këtu për të nisur diskutime dhe konventa që do të nisin nesër në ITB, do të jetë pjesë kyçe për këtë. Me një fokus të qartë tek fuqia e tranzicionit që jeton këtu, do të kemi më shumë se 400 polës në 17 sesione të temave të ndryshme. Po kështu do të kemi dhe panele prezantime të ndryshme, si edhe praktika. Por ata do t'japin po kështu edhe ide në thellësi për industrinë dhe për zhvillimin e shpejtë të digitalizimit, zgjidhjet e qëndrueshme, si edhe për pritshmëritë në ndryshim që janë në udhëtim. Perspektiva është e qartë. ITB-ja Berlin mbetet vendi i mbledhjes së gjithë industrisë botërore të udhëtimit. Përpara se ta mbyll, duaj që të nxjerr në pas Shqipërinë, vendi pritës i 2025-s. Jam shumë entuziast që Shqipëria këtë vit është vendi i pritës dhe përgjatë kësaj mbrëmjeje do t'ju marr me vete në një rrugtim mahnitës drejt këtij destinacioni kaq tërheqës. Shqipëria ka pasur një prani të fortë në ITB për shumë vite. Jemi krenar që kemi një partneritet afatgjatë që e ndajmë në vendin tuaj. Programi i sotëm premton që të mos jetë më pak se sa spektakolar dhe dua që t'ju lë të prisni me zi të prisni që të shihni dhe më shumë. Dhe dua të shtoj një fjalë personale për ju Edi Rama e për ju Mirela Kumbaro. Kur u takuam personalisht vitën e kaluar kur po ju vizitonim së bashku me ekipin e ITB-s. Ju qet mikpritës kaq të mrekullueshëm për ne. Dhe jo vetëm që na mësuat një fjalë, por na bë ta ndjejmë Albanity, shqip pritje. Ju pyeta çfarë do të thotë, por ishte shumë e qartë. Shqipëria dhe mikpritja. Dhe vërtet na bët të ndjemi kaq të mirë pritur. Për të gjithë të tjerët, gjatë këtyre 3 ditëve, do të ketë shumë prej jush do të përjetojnë Shqipërinë me të gjitha shqisat ashtu siç ne bëm vitin e kaluar. Kështu që faleminderit shumë për këtë gjë të mrekullueshme. Më së fundi, do doja që të qoja një falenderim të veçantë ekipit të ITB-s dhe të gjithë partnerëve dhe kolegëve që kanë punuar për të bërë realitet një gjë të tillë. Edhe një herë, më lini t'ju uroj urojtësisht mirëseardhjen të gjithëve ju nga e gjithë bota. Është kënaqësi t'ju kemi në Berlin, është kënaqësi që t'jeni pjesë e familjes ITB-s. Ju uroj shfaqje të shkëlqyer e të suksesshme sot dhe drejt 3 ditët që vijnë në ITB 2025. Mirëseardhjet. Të nderuar miq të ITB 2025-s, në ceremoninë hapëse ju lutem urojini mirëseardhje në sken kryetarit bashkisë Berlinit Kai Wegner. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Mr. Prime Minister, Zoti Kryeministër, sehr geehrter Herr Udo, sehr geehrte Frau Simpson, lieber Mario Tobias, Exzellenzen, Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in Berlin. Herzlich willkommen zur ITB 2025. Herzlich willkommen auf der Ju uroj të gjithë dhe një mirëseardhje të ngrohtë, zonja dhe zotërinj në këtë eveniment. Dass die ITB nicht nur die größte, sondern auch die wichtigste Messe der Branche ist, das zeigt ihre Anwesenheit. Und ich darf Ihnen sagen, Berlin ist stolz darauf, in den kommenden Tagen wieder Ihr Gastgeber sein zu dürfen. Wir sind stolz darauf, dass wir 6000 Ausstellerinnen und Aussteller aus über 170 Ländern in unserer Stadt
haben dürfen. Vielen, vielen Dank. Und meine Damen und Herren, wir sind auch deshalb stolz darauf, Herr Tobias hat es gesagt, gerade in diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten kann der Tourismus wundervoll. Unfortunately, your interpreter cannot hear the words of the governing mayor of Berlin. We will get back to you as soon as the technical problem has been resolved. Thank you for your understanding. Macht es uns stolz, dass wir nunmehr seit 59 Jahren Gastgeber dieser ITB sein dürfen. Und meine Damen und Herren, wir sind auch deshalb stolz darauf, denn die Tourismuszahlen auch in Berlin gehen wieder in die richtige Richtung. Wir haben im Jahr 2024 in Berlin wieder mehr als 30 Millionen Übernachtungen. 12,6 Millionen Menschen aus dem In- und Ausland haben Berlin besucht. Und das zeigt, Berlin ist nicht nur in den Tagen der ITB guter Gastgeber, sondern wir sind an 365 Tagen im Jahr gute Gastgeber für die Menschen aus aller Welt in unserer Stadt, meine Damen und Herren. Berlin hat eine internationale Strahlkraft, aber Berlin hat auch großartige Events, die dazu beigetragen haben, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr die Fußball-Europameisterschaft. Und in Berlin zeigt sich immer wieder, die Welt ist zu Gast bei Freunden. Und auch in diesem Jahr hat Berlin wieder viel zu bieten, im kulturellen, aber auch im sportlichen Bereich, wenn ich an den 200. Geburtstag unserer Museumsinsel denke, aber auch an sportliche Highlights etc. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das Motto der ITB, The World of Travel Lives Here, gilt für Berlin. Und es gilt auch für das diesjährige Gastgeberland der ITB. Ein Land, das in den vergangenen Jahren eine für Europa beispiellose touristische Entwicklung gemacht hat, nämlich Albanien. Albanien präsentiert sich hier auf der ITB mit der großen Vielfalt an touristischen Angeboten. Von See und Meer über kulturelle und historische Reisen ins Binnenland. Wie groß die wirtschaftliche und politische Bedeutung des Tourismus für Albanien ist, zeigt sich. The importance of und deswegen nochmal ein ganz herzliches Willkommen an Sie, an Edi Rama. Der Tourismus entwickelt sich nicht nur in Albanien mit rasanter Geschwindigkeit, auch in vielen anderen Ländern der Welt, meine Damen und Herren. Und die ITB ist eine entscheidende, vielleicht die entscheidende Plattform, um sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen, Erfahrungen miteinander zu teilen, neue Kontakte zu knüpfen und auch auf die Herausforderungen des Marktes in dieser Zeit sich auszutauschen und die richtigen Antworten zu geben. Und ich habe es schon angedeutet, ja, die Spannungen weltweit sind in den letzten 12 Monaten nicht weniger geworden. Und deshalb ist der Austausch über Landesgrenzen hinweg auch so wichtig. Und meine Damen und Herren, vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle gesagt, Offenheit, Freiheit und Vielfalt sind keine Trends, sondern Dauerbrenner. Ja, und das gilt natürlich auch in diesem Jahr. Offenheit, Freiheit und Vielfalt sind keine Trends, sondern Dauerbrenner. Und Offenheit, Freiheit und Vielfalt ist auch das, wofür Berlin steht, meine Damen und Herren. Reisen erweitert den Horizont, es öffnet Herz und Verstand für andere Länder, für andere Menschen und für andere Kulturen. Und Reisen ist somit auch eine Immunkur gegen Fremdenhass, Abschottung und Nationalismus. Und deshalb ist der Tourismus auch von so großer und entscheidender Bedeutung. Nicht nur für die wirtschaftliche Entwicklung der Länder, sondern auch für mehr Zusammenhalt statt Spaltung, meine Damen und Herren. Und deswegen hat die ITB so eine
große Bedeutung. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen von Herzen erfolgreiche Tage hier in Berlin, eine erfolgreiche, eine spannende, eine lebendige ITB. Ich darf Ihnen sagen, ich freue mich jetzt schon auf das kommende Jahr, wenn wir 60 Jahre ITB in Berlin feiern. Ich möchte mich auch ganz herzlich, lieber Mario Tobias, bei Ihnen, bei der Messe Berlin, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die das einmal mehr möglich machen, dass wir diese weltweit größte Tourismusmesse hier in Berlin erleben dürfen, dass sie hier in Berlin stattfindet. Meine Damen und Herren, viel Erfolg, viele Geschäfte, Anbahnungen, Kontakte und genießen Sie Berlin. Berlin hat ja nicht nur ein tolles Messegelände, Berlin ist nicht nur Messestandort, sondern Berlin hat auch noch viel mehr zu bieten. Und nun weiß ich, dass bei so einer Messe neben der Arbeit auch die eine oder andere Feier, die eine oder andere Zusammenkunft in den Hallen stattfindet. Aber meine Damen und Herren, Berlin ist eine Stadt, die niemals schläft. Genießen Sie auch die Nachtkultur in unserem Berlin. Herzlich willkommen zu ITB 2025. Herzlich willkommen in Berlin, meine Damen und Herren. Please welcome to the stage the President and CEO of the World Travel and Tourism Council, Julia Simpson. Julia Simpson. Good evening. It's always such an honor to be part of this ceremony at Nderi madh që të jesh pjesë e ceremonisë hapëse të ITB Berlinit. Faleminderit kryetar Wegner për këtë mirëpritje dhe që ndat qytetin me ne. Berlini nuk resht kur së frymzuari. E faleminderit Mario në Messe Berlin që na mikpret si për herë me kaq ngrohtësi. Faleminderit po kështu edhe mikpritësit të këtij viti Shqipërisë. Është një mrekulli që na bashkohen kryeministri Rama dhe ministrja Kumbaro. Shqipëria po përjeton një zgjim të jashtëzakonshëm të udhëtimit dhe turizmit. Mendoj që është e destinuar të bëhet një destinacion madhor gjatë viteve që vijnë, sidomos, por jo ekskluzivisht për pushimet verore europiane. Shumë prej kësaj, zoti kryeministër e zonja ministre ka ardhur për shkak të përkushtimit tuaj ndaj sektorit turizmit dhe udhëtimit. Këtë vit ITB-ja bjen në një pikë these për Europën. Për bizneset që kanë një gjurmë ndërkombëtare, bashkëpunimi midis kufive mund të ndihet gjithmonë e më tepër i tensionuar. Kam besuar gjithmonë që udhëtimi dhe turizmi është forcë që shtyn drejt paqes dhe bashkëpunimit. Dhe jam kaq krenare që Airbnb po mikpret një eveniment këtu për Ukrainën. Bravo Airbnb. Udhëtimi na lidh, kërkon mikpritje, që të mirëpresim njëri tjetrin si miq. Ismail Kadare, shkrimtari shqiptar e një nga intelektualet më të mëdhenj tuajët, thotë të jesh një mik, qoftë për 4 a 24 orë është një arratisje nga jeta e përditshme në një realitet hynor. Ky është udhëtimi. Ky është udhëtimi në maksimumin e vet. Si drejtues të këtij sektori kemi detyrën ta krijojmë këtë realitet me gjas tani më shumë se sa kur në kohën e historisë tonë moderne. Për të modeluar një ekonomi që është konkurruese, por që ushqen natyrën dhe njerëzit me një përdorim vizionar e përgjegjshëm teknologjisë. Dhe të gjithë ne në këtë sallë me përfaqësues të qeverisë, shoqërisë civile, do të rrimë njëri tjetrin në një frym të vërtet partneriteti e bashkëpunimi. Kemi nisur nga një pikë shumë e fortë, vitin e kaluar, tash udhëtimi është kthyer, e pululzon. Udhëtimi vazhdon të lulëzojë. Në 2034, turizmi do të vlejë 16 trilion
ose 11% e ekonomisë globale. Ky sektor do të mbështet thuajse 450 milion vende pune në planet dhe 1 milion nga këto 450 milion vende pune do të jenë të reja. Me fjalë të tjera, në 2034 udhëtimi e turizmit do të krijojë vende të reja pune më shumë se sa popullsia aktuale e Gjermanisë. 2025 sjell mundësi të reja me vete. Një nga partnerët tanë në ka sjellë të dhëna të jashtëzakonshme për udhëtimin jashtë, ndërkohë që Europa në këtë kohë do të jetë rajoni me mbritjet më të mëdha, me destinacionet kryesore Londra, Parisi, Roma, Madridi dhe Lisbona. Rajoni i dytë më i rezervuar apo prenotuar është Amerikat vijuar nga Azia. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, Europa po përjeton një rritje të lehtë, ashtu siç pret një treg të pjekur, 1%. Amerikat po shohin apo po përjetojnë një rënje me 5%, ndërkohë që Azia dhe paqësori po përjetojnë një rritje me 9%. Të dhënat e Këshillit Botror Turizmit tregojnë se Azia e paqësori është tregu me rritjen më të shpejtë në turizëm në botë sot. Sigurisht, ndërkohë që shohim me padurim të mbritje të reja, qëndrueshmëria mbetet thelbësore. Shqipëria, për shembull, po e kupton siç duhet këtë. 2 vjet më parë, lumi Vjosa, një prej lumejve të fundit të paprekur të Europës, u shndrua në parkun e parë kombëtar të një lumi të egër në Europë. Dhe qysh prej asaj kohe ka patur një val vizitorësh që e vizitojnë për të ecur, për të vizituar, për rafting e për natyrën e egër. Është një model shumë i mirë për treguar që mund të rritësh turizmin duke ruajtur natyrën. Një nga mundësitë më të mëdha, ndoshta edhe elefanti më i madh në këtë sallë që ne dimë të gjithë, është përparimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Përdorimi i agjendave të IA-s është teknologji që mund të kryejë detyra si rezervimi, e është diçka që po në mënyrë eksponenciale çdo ditë. Po flisja me Expedian të premten e kaluar, një nga anëtarët tonë të mrekullueshëm, dhe më shpjeguan që së shpejti do të jemi në gjendje që të jem në shtëpi duke parë serialin e preferuar në Netflix, të përmëzohemi nga ajo çfarë shohim dhe me telefonin tonë të kemi një super aplikacion të drejtojmë telefonin dhe të kemi një rezervim të menjëhershëm të pushimeve. Pra ajo çfarë po ndodh tani është e jashtëzakonshme. Kemi parë Google-in të përdor inteligjencën artificiale të ndihmojë linjat ajrore që të përcaktojnë itinerare më të mira në qiell. Hiltoni e përdor inteligjencën artificiale për pjesën e ushqimit dhe ndërkohë tashmë e përdorin për persona të cilët kanë probleme të shikimit dhe dëgjimit në mënyrë që ata të mund të lundrojnë në hotelet e tyre. Vitin e kaluar, juftova të shihenit raportin e ri të inteligjencës artificiale, ishte fillimi ABC-ja. Sot po juftoj të shihenit teknologji që po e formësojnë sektorin ton me raportin e ri të titulluar teknologjia, ajo që po ndryshon lojën. Dhe ndërkohë, ajo është bërë jo vetëm me i të bën, po dhe me Trip.com, që është shumë përpara në këtë fushë. Sektori inovacionit të revolucionarizon sektorin ton dhe ka 16 teknologji transformuese që po formësojnë të ardhmen e turizmit dhe të udhëtimit. Mendojmë që deri në fund të dekadës, agjentët e inteligjencës artificiale jo vetëm që do t'i bëjnë kërkimet e udhëtimit dhe udhëzimet më të leverdishme, por do të jenë të krahasueshme me inteligjencën njerëzore duke transformuar turizmin dhe udhëtimin. Mendoni, pra, diçka që funksionon nëpërmjet kompjuterit dhe që është dhe më e gjelbër dhe kjo është diçka më e mirë, sidomos kur vjen fjala për çlirimin e gastrave me makina inteligjente dhe qytete inteligjente. Ndërkohë që një përqindje konsiderueshme pritet që të rrisin investimet e tyre në teknologji, në këtë kuadër
udhëtimi dhe turizmi janë në prag të transformimit më të madhmundshëm. Sektori ynë ka fuqinë të transformojë për mirë. Udhëtimi ka të bëjë me njerëzit, me lidhje, të na bëjë bashkë, të mbështet përfshirjen, shkëmbimin kulturor dhe paqen. Panashit të gjithë dhe këtu në Berlin, që lidhemi me njëri tjetrin në vetë zemrën e Europës. Edhe pse bie dakord me Ismail Kadare, që t'jesh mik është një aratisje drejt një realiteti hyjnor, dhe edhe pse ai për fat keq ti shpikën e kaluar, fjalët e tij jetojnë. E duhet siguruar që sa më shumë udhëtime të përbëjnë këtë aratin në këtë realitet hyjnor, por për ta bërë këtë, duhet sigurohemi që të jemi të qëndrueshëm, gjithëpërfshirës dhe të mbetemi për herë frymëzues. Faleminderit shumë. Dear guests, Të nderuar miq, urojnë mirëseardhjes në sken sekretarit të përgjithshëm të Organizatës Botërore të Turizmit, Zurab Pololikashvili. Guten Abend, Your Excellency. Më mbrëma, shkërqesia juaj Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, Dr. Mario Tobias nga Mese Berlin, pritës im i dashur, zoti Kai Wegner, kryetari i Bashkisë së Berlinit, zonja Julia Simpson, presidente drejtuese ekzekutive e Këshillit Botëror Turizmit, nderuar miq, shkërqesia ambasador, delegat të shquar. Më vjen mirë që gjendemi këtu bashkë në Berlin. Ky është një qytet i pasur me histori e kulturë, tashmë një lider në inovacion. Mbi gjithas, Berlini është simboli i asaj çfarë mund të arrijmë kur zgjedhim bashkimin në vend të ndasisë. Dhe për mënyrën se si heqja e pengesave ndërton besim dhe krijon mundësi, e po kështu edhe mundësi për paqe. Zonja Zotri, është një kënaqësi e vërtetë që të jem këtu me ju, ndërkohë që Organizata Botërore e Turizmit premton një piket mjaft të madhe, që është 50 vjetore organizatës tonë. One spirit. Different ways of thinking. One goal. Different ways of doing it. One philosophy. The same idea. We are celebrating 50 years. Tourism has evolved to become a powerful force for progress and unity in our world. We are celebrating that we are the diversity that enriches a world in constant change. Each destination has its story. We are celebrating that we are responsible and our commitment to ensure that future generations can enjoy what we see today. We are celebrating that we are innovative and that technology is our ally on the path to more conscious tourism. We are celebrating that we are a community in which each visitor has the power to transform lives and support those who receive them. We are celebrating that in these 50 years, we have built new and stronger connections. That together we can reach uncharted territories, unlock unseen opportunities, and unite cultures and citizens around the world. We are celebrating an undiscovered world that awaits us. We are the World Tourism Organization. Happy anniversary. A half century of redefining Gjysmë shekulli turizmi që në fakt është shumë e rëndësishme të tregojë se çfarë mund të arrihet. Gjatë këtyre 5 dekadave turizmi është rritur edhe për te ëndrave më të marra të themeluese. 1.5 miliard time çdo vit që mlidh njerëzit e vendet. Ndërkohë që turizmi rritet dhe evoluon. Po kështu është rritur edhe organizata jonë që në fakt përballet me sfidat e kohës tonë. Drejtimi i sektorit pas 11
shtatorit dhe më pas përmes pandemisë së COVID-19, jo vetëm jemi përgjigjur e kemi reaguar, por kemi udhëhequr. Por duke pasur parasysh arsyen pse u krijua në fillim. Pas luftës botërore, organizata jon është e rrënjosur në paqe, kërkon nxitjen e respektit të ndërsjellë e dialogu, diçka që na duhet sot më shumë se kur. 56 konflikte që zjejnë në mbar globin, e në të njëjtën kohë përballemi me sfida të tjera të shumta, të cilat duhet faktorizohen, pasiguri politike, ekonomike dhe kriza e klimës. Turizmi duhet jetë i bashkuar dhe të ofrojë mbështetje në këtë kohë. Turizmi i bën njerëzit bashk si asgjë tjetër, jo vetëm i bën bashk, por sjell dhe mundësi. Sepse ashtu siç në Berlin dhe ashtu në shumë pjesë të tjera të botës, kur njerëzit mund të udhtojnë lirisht dhe kur gjithkush mund të përfitojë nga turizmi, ata janë më të prirur që të mbështesin rezoluta paqe dhe të punojnë së bashku. E po kështu edhe siguria e biznesit na ndihmon që të arrijmë qëllimet e industrisë tonë. Fokusi ynë në inovacion e investim nënkupton që turizmi të jetë jo vetëm forcë shtytëse e rritjes ekonomike, por edhe e qëndrueshmërisë. Turizmi është më shumë se një sektor, është një moment global. Të nderuar miq, që prej 1966-s ITB Berlin ka qenë pararoj e zhvillimit sektorit ton. Jemi krenar që kemi pjesë të historisë sonë. E tashmë po shkruajmë një kapitull të ri së bashku. Samiti i parë i nivelit lartë ministror në ITB Berlin është një hap tjetër përpara në punën tonë, sepse shumë sfiduese që të ndërtojmë një platformë globale për të vendosur agjendën e sektorit tonë. Tema e këtij samiti nuk mund të jetë më me rëndësi se sa kaq për të nxitur investimet, për të shtyr rritjen në destinacionet, në rritje e për të nxitur transformimin. Investimet natyrisht duhen për ta bërë turizmin të fortë, të qëndrueshëm e natyrisht të qëndrueshëm për të nxitur mirëkuptimin dhe paqen. Faleminderit Zotë Tobias për punën tuaj, për punën e shkëlqyer të ekipit tuaj që ka shndruar vizionin tonë realitet. Dhe presim me padurim që influenca e këtij samiti të rritet më tej vitet që vijnë. Më lini ta përmbyll duke përmendur në mënyrë të posaçme mikpritësin tonë të dashur këtë vit. Ndjes Mirila që harrova të përmend në fillim, por nuk mund t'ju harroj. Faleminderit që e sollës Shqipërinë në ITB. Mendoni, vetëm 20 vjet më parë, Shqipëria ishte gati e panjohur si destinacion. Tashmë është vendi pritës i panajirit më të madh botror të turizmit. I dashur kryeministër, e dini që keni një pjesë në zemrën time që kur ju kam takuar dhe jeni një nga udhëheqësit më të mirë që ja keni dalë. Mund t'ju flas për shifrat nga 0 deri më sot që Shqipëria numëron 10 milion ustar. Dhe kjo gjatë këtyre 15 viteve të fundit ju uroj suksese këtu në kryeqytetin gjerman. Do ta them në gjuhën e turizmit, ju uroj një korsi të shpejtë drejt Bashkimit Evropian. Natyrisht është destinacioni më entuziazmues i rajonit. Kam ikpritur 10 milion ustar. Vitin e kaluar me një rritje për 60% është krahasuar me kohët para pandemisë. Urime pra. Keni treguar se çfarë mund të ndodhë me turizmin kur gëzon mbështetjen politike në nivelet më të larta. Kush nuk ka qenë në Shqipëri, i them të shkojnë. Bëjeni këtë vit, është një vend mikpritës. Ka gjërat pak kufishme. Duhet shkoni të shihni bukuritë e vendit. Njëherë nuk do të ishte mjaftueshme që të shihni gjithçka, të gjithë kulturën e traditën e këtij vendi të mrekullueshëm. Dhe shpresoj që vizibiliteti këtu në ITB do ta vendosë edhe më tej Shqipërinë në hartën e turizmit. Të nderuar miq, motoja këtë vit është bota e udhëtimit jeton këtu në Berlin. Këto shifra edhe njëherë janë të jashtëzakonshme, 190 vende, më shumë se sa 5.000 ekspozues dhe 100.000 vizitorë të pritshëm. Pra, kremtojmë dhe një vit tjetër të suksesshëm dhe ju uroj
ditë të suksesshme në këtë panajër në Berlin. Faleminderit shumë. Të nderuar, të ftuar të ITB-s 2025 të ceremonisë hapëse, urojini mirëseardhjen në skenë koordinatorit federal për turizmin dhe hapësirën detare Dider Janicek. Prime Minister, Kryeministër, sekretari përgjithshëm, kryetari i bashkisë, zonja Simpson, zoti Tobias, shkëlqësi, zonja e zotëri. once again we have gathered here for Edhe një herë jemi mbledhur këtu për ceremoninë hapëse të ITB 2025 dhe jam shumë entuziast që ju shoh të gjithëve këtu. Bota e udhëtimit është një vend plot ngjyra argëtues. Pushimet janë koha më e mirë e vitit. They let us switch off from everyday life Që na lejojnë që të rim pak më lanë jetës së përditshme, të qetësohemi dhe ndoshta është diçka për cilën kemi nevojë më shumë se kur këtë vit. Ajo çfarë shohim në lajme çdo ditë është terror, shohim izolacion, shohim demokraci që përballen me kërcënime në rritje në shumë vende. Përfshi dhe këtu në Gjermani, ku populistët dhe forcat e ekstremit të djathtë janë në rritje, po shohim shoqëri të fragmentohen. Duke ndjekur të vërteta të ndryshme, shohim urrejtje të cilat mbulohen me lirinë e mendimit dhe në këtë situatë udhëtimi në vende të tjera bëhet edhe më i rëndësishëm. Turizmi i sjell njerëzit bashkë dhe në momentin që kalojnë pragun e dyrëve të tyre, ju hap perspektiva të reja, mënyra të reja për të parë gjërat. Të takosh njerëz nga vende e kultura të tjera na e bën më të lehtë që t'i shohin si përfitim e jo si kërcënim. Turizmi në fakt është ai që mund të luftojë populizmin, e gjithashtu edhe izolimin ekonomik. Ata që kanë perspektiva ekonomike janë më të paprekshëm ndaj mesazheve të tilla që në fakt janë të rrënjosura më së shumti në frikë. Domethënia ekonomike e turizmit në botë është e konsiderueshme, vlerësohet që të paktën 8% e punonjësve në botë janë të punësuar në sektorin e turizmit. Në disa vende kjo shifër është mbi 20%, edhe në një vend industrializuar si Gjermania, kjo shifër është 3%. Më shumë se 50% e njerëzve të punësuar në turizëm janë gra, kështu që jam vërtet i kënaqur që të shoh që një numër i madh i kompanive turistike do të nënshkruajnë deklaratën e parimeve fuqizimit për gratë e Kombeve të Bashkuara. Dhe ITB-ja këtë vit po nxit natyrisht edhe fuqizimin e barazin e grave. Po, munduar të rkisni për të. Turizmi është një burim i rëndësishëm i të ardhurave për shumë vende në zhvillim sidomos. Zhvillimi qëndrueshëm i turizmit është motor për krijimin e vendeve të punës, nxit ekonominë lokale, ul barkërinë dhe mundet nëse bëhet mirë të ruaj biodiversitetin dhe gjithashtu dhe kulturën. Në fakt, shumë vende për të tërhequr turistëve investojnë në infrastrukturë më të mirë. Këto përfitime janë jo vetëm për ustarët, por edhe për popullsinë vendese. Më rinj të shtoj që sa herë që zhvillon një destinacion turistik, nevojat e popullsisë lokale dhe ndikimi në mjedis duhet të jenë shtylla thelbësore për të përcaktuar rezultate. Do të ketë një ekuilibër në mënyrë që probleme si mbi turizmi të mos shfaqen pikë pari. Aktualisht Gjermania mund mos jetë ekipi i parë në botë në futboll, por janë kampionët e udhëtimit në 2023. Kemi shpenzuar më shumë për udhëtime, vetëm duke ardhur pas Kinës dhe me të ardhura për frym në fakt jemi të parët, po munduar të rkisni për të. Kemi një përgjegjësi të veçantë sa i takon fushës së aksionit për klimën dhe mbrojtjes së mjedisit dhe nuk është sekret që udhëtimi ndërkombëtar priret të shkojë krah për krah me një gjurmë të madhe të karbonit. Për këtë arsye, aksioni për klimën është një shtyllë thelbësore e strategjisë tonë kombëtare të turizmit në Gjermani. Dhe
vjen mirë që industria e udhëtimit po përpiqet që t'i bëjë ato më miqësore, duke ofruar udhëtim përmes trenave apo gjithashtu duke u përpjekur që të ketë një gjurmë të përgjegjshme karboni. Kam kënaqësi të veçantë që partnerja jonë evropiane, Shqipëria është vendi partner këtu në ITB dhe ndoshta mund të vendos të shkojë në Shqipëri këtë vit, mund ta bëjmë këtë. Do të jenë pushimet e mia të ardhshme. Barometri i turizmit Kombeve Bashkuara tregojnë që Shqipëria është bërë një magnet për turizmin dhe po drejton në këtë sektor sa i takon rritjes. Por edhe ishte më se e natyrshme që të bëjë pjesë e Këshillit të Turizmit Qendrues në vitin e kaluar. Duke bërë këtë, Shqipëria thekson angazhimin e saj për të mbrojtur mjedisin duke promovuar turizmin si një faktor kyç i zhvillimit të saj ekonomik. Shqipëria është hapur ndaj botës e përpjekjet e saj reflektohen edhe në negociatat e anëtarësimit në BE-n, duke pasur parasysh progresin në reforma që ka bërë qeveria shqiptare duke vendosur ritmin në këtë drejtim. Industria e udhëtimit i kushton mjaft rëndësi infrastrukturës së mirë dhe investimeve miqësore me mjedisit, proceseve transparente e treguta dhe Shqipëria ka bërë shumë, ka vërtet edhe mjaft shumë për të bërë, por industria ndërkombëtare e turizmit gjithmonë ka avokatuar dhe jam krenar për këtë për një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit të ardhmen. Ju uroj një ITB Berlin të sukses. Elektrike dueti që do të përfaqësoj Shqipërinë në Festivalin Europian 2025. Zemër të pastër në natën time.
Thank you. Enjoy our beautiful country. Thank you. Good night. Natën e mirë. Hello, I'm Edi Rama, Prime Minister of Albania. Möchten Sie wissen, warum sich die Zahl und der Touristen in Albanien in den letzten 10 Jahren verzehnfacht hat? Lassen Sie mich es Ihnen zeigen. Comienza con playas como esta, aguas cristalinas, costas vírgenes y atardeceres que nunca olvidarás. Ensuite, il y a les montagnes, brutes, sauvages et parfaites pour les amateurs d'aventure. Et les amoureux de la nature également. 私たちの歴史は古代の章からユネスコの世界遺産まで全ての時に生きています。En onze steden, wauw. Levendig, dynamisch, vol levensmaken en mensen die je verwelkomen als een echte familie. And if I suddenly sound like I speak your language perfectly, well, there's just a little AI magic. But trust me, Albania's charm, it's 100% real. Deshalb hat der Tourismus in Albanien so stark zugenommen und es hört nicht auf. Denn hier besuchen Sie nicht nur, Sie entdecken, Sie erleben, Sie verbinden sich und hören Sie nicht nur davon. Albania, Discover Albania, beyond expectations. Albania, it's all the senses. Dear guests, Të nderuar miq, kemi tashmë nderin të ftojmë në skenë kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, shkëlqesinë e tij Edi Rama. Have you ever heard of a law A keni dëgjuar ndonjëherë of the land that proclaims për një ligj our në houses vend belong to God? që deklaron shtëpitë tona i Well, përkasin such a law Zotit dhe was Likut? written in medieval Albania. Ndërkohë që një ligj i tillë And has është shkruar në become Shqipërinë an mesjetare, integral part është bërë tashmë of the Albanian way of pjesë life. përbërëse e mënyrës It jetesës is së the Shqipërisë. essence of what Është we call Thelbi Albanity, i asaj a çka term ne e quajmë that in English Albanity. sounds like a Shqipëritje, harmonious blend që në of Albania and anglisht duket si një hospitality. shkrirje harmonike But e in Shqipërisë Albanian, dhe it mikpritjes. means Por në Shqip going do të thotë above and beyond to honor të our bësh name, të our pamundurën për të and nderuar our guests. emrin, shtëpinë The e pinnacle mikun. of Albanity Kulmi was i demonstrated during World mikpritjes War II. shqiptare u When dëshmuar Albania gjatë luftës së dytë protected botërore, its ku Jewish Shqipëria mbrojti becoming miqt e saj only hebrej, country duke u bërë i vetmi in vend Europe në Europë to have more Jews që pati më after the shumë war hebrej than pas luftës se sa përpara saj. we were and still are a nation of Muslims. Ne kemi qenë dhe Christian jemi Orthodox ende and një Catholics. vend muslimanësh, të Yet, krishterësh, ortodoks e when katolikësh. with the E choice megjithatë, kur between the përballemi Jews and the me devil, kur u our përballëm me ancestors zgjedhjen midis stood hebrejve firmly dhe with the djallit, Jews, për arsit tan risking their qëndruan lives fort krah by hebrejve, refusing to duke rrezikuar hand jetët e over tyre, duke a refuzuar që të single dorëzonin soul to the Nazis. qoftë edhe një frym të vetme Whoever të knocks nazistët. at Albanians' house Kush troket door në represents derë the të will of shtëpisë së shqiptarit e bën And këtë prej vullnetit të God. Zotit. By opening the door, E duke hapur we dyert, welcome ne a guest mirpresim that is treated like God. një mik që trajtohet want si to perëndi. feel Kështu që nëse doni të how it is ndiheni to be God, se si është, come to të Albania. jesh si perëndi e jani në Shqipëri.
And if you want to meet God as a taxi driver, nëse doni që të takoni drejtues taksish që sillen si perëndi, shkoni në Greqi. Has recently been at the center of global attention. Gjermania ka qenë së fundi në qendër të vëmendjes globale për shkak të zgjedhjeve të saj, por këtu në ITB zgjedhjet janë shumë herë më të larmishme, dhe guxoj të them edhe më argëtuese. Kjo javë në Berlin is invited to choose between Albania Në këtë javë në Berlin, bota ftohet të zgjedhë midis Shqipërisë apo Marokut, Spanjës apo Portugalisë, Greqisë apo Maldivëve, Kinës apo Japonisë, ka shumë vendeve të tjera që marrin pjesë në këtë kupë botërore të turizmit. Dhe kjo, zonja e zotrinj, është gara e vetme ku ekipi gjerman nuk nis si favorit. Më lini të ndaj një histori të shkurtër që përsoj, edhe pse të ftosh një Ballkanas të flas, nuk është kur mjaftueshëm për standardet, nuk është kur mjaftueshëm shkurt për standardet gjermane. Por kjo është një histori e vërtet. Kur u zhvillua ky panajir i parë në 1967-ën, ma hamendja, apo 66-ën, pak a shumë me njëta periudhë. Shqipëria kishte mirëpritur vetëm 1000 turist, kryesisht nga Gjermania lindore, të gjithë marksist, leninist, të palëkundur, të cilët e konsideronin Republikën Demokratike shumë të paqëndrueshme liberale apo të degeneruar. Në fakt, të vetmet Gjerman perëndimor që vizituan Shqipërinë në atë vit ishin të ekipit futbollit gjerman, të drejtuar nga legjenda si Beckenbauer. Për çuditën e të gjithëve, arritën vetëm një barazim 0-0 në Tiranë, pasi na kishin kthyer 6-0 në Dortmund. Ky barazim ishte vetmja njohur në 8 ndeshje që gati kushtoi Gjermanisë vendin në kampionatin evropian, por kjo është një histori tjetër. Ajo çfarë mbeti e pandryshuar për një çerek shekulli është që të vetmet gjermano-perëndimor që vizituan Shqipërinë deri në vitin 1990, ku ishin lojtarët e kombëtares gjermane të futbollit. Gjithsej erdhën 4 herë dhe nuk ishin më shumë se sa 100 turistë. Gjatë asaj periudhe, Shqipëria ishte Korea e Veriut e Europës dhe maksimumi që mund të bënim sa i takonte turizmit ishte të arrinim një mesatare prej shumë më pak se 5.000 vizitorësh në vit në fund, dhe të gjithë natyrisht ishin marksist-leninistë. Siç e përmenda sot paradite në konferencën hapëse të shtypit të ITB-s, kishte edhe një berberhan në aeroport në atë kohë, me një mision shumë të veçantë. U bëm Korea e Veriut e Europës pasi u larguam nga perandoria sovjetike dhe u martuam me Kinën. Në periudhën më të keqe të historisë kineze, revolucionit kulturor. E nga këtej mësuam shumë se si të luanim djallin. Dhe një nga lojrat, apo një nga këto lojra ishin edhe jo flok të gjata e jo mjekër. Ky berber në aeroportin ndërkombëtar tonin kishte si mision të priste flokët e gjatë e mjekrën të gjithë turistëve që vinin me grupet marksiste leniniste për të vizituar Shqipërinë. Kështu Karl Marxi vetë nuk mund të hynte në Shqipërinë marksiste pa ruajtur mjekrën e pa prerë flokët. Kur mora detyrën në 2013, shifrat ishin krejt ndryshe nga 1990, por edhe aso kohë ishin kaq të ulta krahasuar me shifrat e sotme, nga 2 milion vizitor krahasuar me 12 milion që pritën vitin e kaluar. Është 12 milion, Surab, nuk është 10.
Por ajo çfarë është e jashtëzakonshme është që edhe po ti hash ta 2 milion mbeten 10, që janë ende shumë. Dhe shohim këtë vit shifra edhe më të larta, me janarin dhe shkurtin që kanë vendosur rekorde të reja. Deri pak vite më parë, numri i gjermanëve që vizitonin Shqipërinë shkonte rreth 100.000, ndërkohë që vitin e kaluar u rritën në afro 400.000, por duam më shumë, sepse gjermanët janë lloji më i mirë i turistëve. Kur njerëzit në botë mendojnë për gjermanët, e para gjë që ju vjen në mendje është imazhi i tyre si punëtor të mëdhenj. Por në të vërtetë gjermanët janë po kështu edhe pushuesit kryesor në botë. Ata u afalojnë edhe kinezëve e të gjithë të tjerëve. Sa u takojnë numrave vjetor të turistëve, jo sepse janë më shumë në kuptimin e shifrave, por sepse qëndrojnë më shumë ditë gjithsej, kështu që kushdo mendon që gjermanët nuk janë shumë të zgjuar dhe thjesht punojnë, e kanë gabim. Gjermanët po kështu pushojnë më shumë se sa të tjerët. Dhe i duam sepse pinë shumë birë, e po kështu hanë shumë kur na vizitojnë. Dhe edhe një gjë tjetër, edhe nëse ka më shumë për të ngrënë në Gjermani, shijet e Shqipërisë janë shumë më të mira. Dhe po e them në mënyrë mjaft modeste, le ta nicim për shembull me kafen. Ta hasoni atë lëngun e errët që e quani kafe me ekspresin më të mirë jashtë Romës. Dhe më besoni që ky është krahasimi më pak i dhimbshëm që mund të bëj për të mos fyer mikpritësit tanë. Po seriozisht tani, pse duhet gjermanët ta vizitojnë Shqipërinë? Nëse nuk doni që ti besoni fjalës time për këtë, atëherë besojini Der Spiegelit, që është gati të tregohet e padrejt me mua, por e përshkruan Shqipërinë si një destinacion që duhet vizituar, qoftë për plazhet e Eksaminit të ngjashme me Bora Borën, apo rënojat e Budrintit, apo ngjitjet e marshimet në peizazhe dramatike të Thethrit e Valbonës, apo le të marrim një tjetër burim të madh gjerman të lajmeve që edhe një herë nuk ka qenë fort i prirur të shkruaj gjithmonë gjëra të mira për ne. Bilti, Shqipëria nuk është më një perle fshehur në 2025, do të shndrohet në një destinacion kryesor për ata që duan diellin e detit. E ndryshe nga rajoni i mbi populluar mesdhetar, në Shqipëri mund të gjeni plazhe të qeta e të shijoni natyrë të paprekur. Është fakt, Shqipëria aktualisht është destinacioni turistik në rritje më të shpejtë në Europë dhe në kartën e Kombeve të Bashkuara nën kuptojnë që është e renditur e para në botë pas pak vitesh krah Katarit dhe Arabisë Saudite për pa kupën botërore dhe pa Mekën. Unë bie dakord me Bildin, nuk jemi më një perle fshehur, po shndërrohemi në një fuqi turistike dal nga dal, së paku kur matemi me të ardhurat për frym. Rritja jon ka shënuar 80% në mbritje, vetëm gjatë 5 viteve të fundit. Çka vërteton se Shqipëria është një yll në ngjitje që po ngërthen vëmendjen e botës. Berlini, Dortmundi, Frankfurti, Baden-Baden, Leipzigu, Nurembergu, Stuttgarti, Düsseldorfi kanë të gjitha lidhje drejt për drejta me Shqipërinë dhe shumë prej tyre me kosto të ulët. Gjermanëve ju pëlqen që të shpenzojnë shumë, por edhe janë kursimtar të mëdhenj dhe duan shumë fluturimin me kosto të ulët, e di këtë. Gjatë pikut të sezonit turistik shtohen edhe destinacione të tjera.
Me një kombinim të përsosur, përballueshmërie, peizazhesh mahnitse, Shqipëria është qëndruar në një nga destinacionet më të nxehta turistike të botës, dhe ky është vetëm fillimi. Është fillimi sepse presim me padurim të kemi një të ardhme edhe më të shëndritshme ekonomike, një rritje të shëndrueshme që do të formsohet jo vetëm nga të qenit tërheqës si destinacion turistik, por edhe nga roli ynë si model për turizmin miqësor, ekologjik dhe eksperiencat luksoze. Gjatë dekadës fundit, patëm një rritje me 2.5 herë të produktit të brendshëm bruto dhe më shumë se 2 herë të ardhurave për frym. Dhe tashmë, po ishtojmë edhe më shumë përbojave të vendit tonë, ku vetëm në 28.000 km2 mund të gjesh 2 dete, 9 lumenj, shumë liqene, një mori luginash, malet mrekullueshme, dhe mund të udhëtosh brenda perimetrit të vendit tonë të vogël për të përjetuar me Steun, Alpet zvicerane, Europën veriore, rërën e nxehtë dhe netët më të freskëta gjatë verës së nxehtë. Por edhe më shumë se kaq, ne do të mikpresim komunitetin politik evropian në maj. Të gjithë udhëheqësit e kontinentit tonë do të vinë në Shqipëri. E po kështu edhe e famshmja Giro d'Italia do të jetë, e po kështu do të kemi kryeqytetin tonë si kryeqytetin mesdhetar të kulturës e dialogut e të tjera. Por ne të kemi këtë vend në ITB, Berlin është diçka që askush, vërtet askush në vendin ton nuk e imagjinonte që do të ndodhte sa të ishte gjallë. Jo vetëm që po ndodh, por është një përbojë kaq shpërulse e një njohje kaq frymëzuese. Dua falenderoj vërtet pikë së pari ITB-n që ka treguar kaq shumë pjeshi, që na ka lejuar të shijojmë këtë shpërblim e që na ka dhënë diçka për cilën ne shqiptarët kemi luftuar për kaq shumë kohë. Mundësinë për t'i treguar botës se jemi krejt ndryshe nga stigma e kaq shumë viteve në Gjermani e në vendet e tjera të botës për ne. And to conclude, let E me për të say that for përmbyllur, half më a lini t'ju century, them që për like gjysmë Union shekulli, Berlin, we didn't get the chance to play ne in the West. nuk patëm But now, mundësi to të everyone's luanim në surprise, Perëndim, por Union is tashmë për outperforming Hertha, çudin in my e të understanding. gjithëve, Union So, po luan më this mirë is se what Hertha, me sa kuptoj. Kështu we që kjo We është don't ajo ask for çfarë favors. kërkojmë, nuk kërkojmë ndere. We ask just for a Kërkojmë fair play. vetëm lojë të ndershme. The first recorded German traveler to Albania was Ustari Arnold parë von i Harth. regjistruar gjerman During his në Shqipëri ishte pilgrimage to the Arnold Holy von Land in the Harth, 15th i century, cili stopped vizitoi in tokën our tonë në He was shekullin e so 15, captivated dali në vendin by tonë. our unique tradition Dhe u mahnit kaq shumë nga and tradita language jon that it unike documented e gjuha dozens jon of sa që typical dokumentoi Albanian words. 10 These fjalë words tipike are an shqiptare. extraordinary testament Këto fjalë of janë our një rich dëshmi e jashtëzakonshme e trashëgimisë sonë të pasur, pjesë e së cilës është po kështu language, gjuha jonë, which is a direct e cila derivation from the Sanskrit është një rrjedhojë and a e drejt për drejt e completely sanskritishtes dhe branch një of the deg e Indo-European më tree vetësishme of e languages. temës indo-europiane, And just to give e you gjuhë flavor, indo-europiane. Për t'ju dhënë një thank you ide, in my language. po them faleminderit në gjuhën time. And there is yet another final reason Ka edhe një come to arsye Albania, tjetër especially të fundit për if të you are ardhur në German. Shqipëri, sidomos nëse je Albania is gjerman. never boring. Shqipëria nuk është kurrë e mërzitshme. Faleminderit shumë.
Ladies and gentlemen, it's time. Zonja dhe zotri, është koha të përjetojmë gjithçka. Shijoni shfaqjen e vendit ton mikpritës, Shqipëria me të gjitha shqisat. An infinity of suns pierces the canvas of night, and the time that slips by years light. Now you find yourself in a land where dream clouds crown the mountain history path. Hear the song, rich with tales and lore from the distant land. Close your eyes and see.
Enter the adorned house, where time lingers in the old room, woven into the beauty beneath the mask. Past the stone bridge, walk through the legendary castle and rest by the lake with the birds and the fishermen. awakened by the sun on the golden shore at the ancient port.
city of antiquity. You will feel the breeze of the Adriatic Sea. Lay under the shades of the trees in the bay of modern hospitality. Arrived in the capital of good vibes. That welcomes you with the energy of a youthful soul. Activate. Immerse, try, explore, wonder, and fall in love.
Osman Taka. Haydi more Osman Taka. Yari nani na se plasa. Yari nani na se plasa. Spaska more djal si ti. On old rooftops and cobbled streets, legends whisper from doors and walls, telling tales of 1,000 windows and the souls within the castle above.
ditë të bukur prilli, dy vëllezër në një stan u ban të qetnin me gërshëro, nuk u muarove se çfano ce scuti vărino, motor zesa tundiceană, cui candele strituno, cu moritiano,
Estonians' exquisite scents embrace you, a masterpiece that holds your gaze. On the other side, the blue mantle awaits. My time. Don't waste my butterflies in my eyes. All I see is you and I. Kind of blind, no, I can't seem to find a piece of me, a piece of mine. This is a ritual of love. Be washed in the sinking red, where all senses rise and flow. Climb the mountain or trace its spine. On the other side, the blue mantle awaits.
welcome you to join the reception of our host country, Albania,